si gjë për ty, si artist me nis me bo stand-up? Shumë mirë e thoi në fillim, për më me pak fjallë, stand-upit tash është përhap shumë, mirë po fillimet e stand-upit ju më konë shumë pak njerë që kam fillu me bo stand-up në Kosovë. Ka pasa më herët nështë, apo nuk u konë zhanër i shpërndam shumë në për qytete, nuk është që e ka njoft shumë në kuptimin s'po foli për njerëz caktum, se njerëz sot do dhe këshyri Netflix dhe të famë shumë dhe gjithë shka mirë, po nuk u konë sikur që unë konë komedisë, shfaqet e se qa pëdi. është diçka shumë e mirë, unë e kom fillu ko gjamoti, do me thonë po foli për dikon 10 vjet i ka që kom bu stand-upin e parë në shta, edhe nuk jem nalë asë një herë. Edhe besoj që është diçka ku nihëm mirë, nihëm nanë, stand-up nuk e kryojmë një karakter na, po kryesisht po folim nanë rrethonat cilat jena ndodhë. Tu i lulu ka pak të ndrejsh, tu i përshtat me temat caktume të ndryshme, po mënej që si zhandri i përshtatët popullit tonë mas shumë ti, edhe është një mes i komedis, i dramës, edhe njerëz të gjejnë vetën shumë. Kështu që ka